Një ditë para përvjetorit të 18 të masakrës së Reçakut, u inaugurua shtatorja ish ambasadorit të OSBE-s në Kosovë, William Walker. Ish shefi i misionit vëzhgues të OSBE-s, William Walker, u përjetësua në bronz pranë kompleksit memorial të Reçakut, aty ku pushojnë trupat e 45 civilëve të këtij fshati të vrarë nga forcat serbe më 15 janar të vitit 1999. Me këtë rast, Walker tha se emri Reçak lidhet ngushtë me emrin e tij. Më së shumti dua të falenderoj fshatarët e Reçakut, të mbijetuarit, pjesët e cilëve janë bërë që 18 vjet. Emri Reçak është lidhur ngushtë me emrin tim, kudo që jam në botë, në Evropë, Chicago, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur dikush më flet qoftë në shqip, qoftë në gjuhën angleze, fjala e parë që kuptoj është fjala Reçak. Kjo do të thotë shumë për mua, për familjen time, për vetë Reçakun, por kjo shtatore qëndron jo se jam unë, por në këtë shtatore është simboli i asaj që ka ndodhur në këtë fshat, u shpreh William Walker. Të pranishëm në kompleksin memorial në Reçak ishin udhëheqës të institucioneve lokale e qendrore, familjar, miq e të mbijetuar nga masakra. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se organizata ndërkombëtare në atë kohë filluan të mobilizoheshin në Kosovë në kuadër të këtyre ishte njeriu i duhur i shtetit të duhur, ambasadori Walker. Ndërsa kryetari i komunës së Shtimës, Naim Ismaili, tha se ishte pikërisht Walker ai i cili bëri që bota të kthej kokën nga Kosova. Ndesim sot pranin e njëjtë i cili sot është para nesh dhe i cili 18 vite më parë bëri që masakrat të pushtetit serb të cilat kryeshin anëkon Kosovës të morrin jehonën e botës dhe të kthejnë vëmendjen e faktorit ndërkombëtar se në Kosovë bëhet gjenocid, se në Kosovë bëhet spasrim etnik. Kurse Imer Gashi, njëri ndër baballarët e martirëve të vrarë, kujton me emocion ditën kur i biri u vra në mesin e shumë të rinjeve të tjerë. Qa ditë që bo kjo masakra, qa ditë më konën me ta. Në tërtuun. Edhe në morën, më njëhera thaju i një dentista, po i jo, edhe i automat, bërë djemëtëri, edhe unë me ta kesh, po për fatë unë e pështova. Unë e pështova veç që ju mëra për toke. Ju mëra për toke e mund më nuk qiti, që të kënë djemëtëri, se i poke në koma ta. Ish shefi i misionit të OSBE-s William Walker kishte vizituar Reçakun një ditë pas masakrës dhe e pat përshkruar atë si krim kundër njerëzimit.